si ka ndikuar titulli si Miss ndër vite? Normalisht fillimet e mia ka qenë shumë interesante dhe në mushtri me marrë titullin si më e bukura, po t'rregoj drejt, me jafton as kom prek në tokë heq, po që isha edhe natën, tu e qitë kurorën kryqë, ma merë ke media që kush që më bonus është kush. Po me kalimin e kohës e kupton që është një diçka shumë e bukur në jetë, është ëndër çdo vajze me pas një titull, ose unë kom pas fatin me pas 3 titull tillë, edhe me kalimin e kohës e kupton që nuk mjafton vetë që janë të bukur, kështu që duhesh me përmbushën vetën shumë gjëra në shkollime, duke informim personalitetit edhe me ndjek ëndrrën rrugën të cilën unë e kom ndjek televizionin që si më dalë asnjëherë. Përveç suksesit, cila ka qenë sfida më e madhe ndoshta në këtë industri që e ke pas? Sfida më e madhe, kisha mujt me thonë që është një industri shumë e ashpër, shumë e eger. Në fillimet e mia, kur kom dalur në mes, kom qenë një vajzë që kom jetu në katon 3 afër pejes edhe do shta as vetë se kom pas idenë çka do të thotë ti je shmes, përveç se asaj idesë që e mora titullin e bukur, edhe pastaj thashë themet, paragjykimet, bryllat, tentimet me ta ndërprer rrugën, tentimet me mindal emisionet, po e ceki për shembull Radio Televizionin e Kosovës kom pas sfidën më të madhe, në vazhdimsi kanë tentu menaxhmenti me ma ndërprer emisionin. Veç mos me dalë në kamerë. A je përfshirë në ndonjë biznes personal ose projekt jashtë industrisë së modelingut? Po, dëgjoj, me modelingun unë tash e kam më shumë hobby, e bëj her pas here ose për dukën që ja vlen ose që e shoh, ose është një ofertë e mirë, në të kundërta nuk merrem edhe pse kam jashtëzakonisht shumë oferta, por asnjëherë nuk pranoj, krejt e di, nuk ka, unë nuk di në përgjithësi krejt çka merren me dizajne, me gjëra të ndryshme, kam ftesa për det, por nuk merrem. Ndërsa sa i përket anës time personale, unë jam partnere në biznes në Tiranë, klinikë estetike Allure Beauty që tashmë e din, sepse ka shumë fytyra të njohura që janë prezent në klinikën tonë. Tash jemi zgjeruar edhe në Teg e kena një pjesë të klinikës Allure Beauty me produktet që i kemi, kështu që jemi duke u rrit çdo ditë në biznes përveç kësaj edhe normalisht e kam menaxherin e Turqit, i cili merret me projektet e mia filmike dhe seriale, edhe tash arsyeja pse jam këtu dhe kam vendosur më u kthej këtu sepse jam duke e filluar një emision, nuk kisha quajt emision, po e kisha nis një mision, kështu që ndoshta hera e parë në jetën time që kam emocione, derisa të startojmë se jemi në fazën përgatitore, kështu që derisa të startojmë këtë emision, mezi po e pres. Të qenit femër kaq e bukur dhe seksi, atë ka ndërmuar në karrierë? Absolutisht po. Mund të them se një femër nështë që nuk do këtë shumë mundet me nuk ka shumë sharm ose pamje, sepse gjithë janë të bukur në versionin e vetë, mirë po absolutisht kemi pas shumë barriera, absolutisht shumë paragjykime, sepse gjithmonë njerëzit jetë cak i njerëzve, qoftë për të mirë, qoftë për keq, edhe njerëzit mundohen me të sfidun çfarëdo sferat të ndryshme. Por a mendon se je ndër femrat më të bukura kosovane? Jo, nuk mendoj. Unë nuk e quj veten ndaj var bukurie diçka wow. Një trup modelje mes jam rregull, por që te na ka femra shumë bukura shqiptare. Unë thash bukuria e njeriut mendoj që është sjellja. Kështu që ajo mendoj që më karakterizon, kështu që nuk e pretendoj ma ato të shquhem si vajzë bukur, kështu që ma shumë vajzë mençur. Cila është pjesa e trupit që të pëlqen më së shumti dhe që mendon që është arma jote e fortë? Kisha thonë në përgjithësi, sepse unë nuk kam ndaj pjesë shumë të egzagerume. Kështu që s'po di çka me të veçu. Përveç se gjatësia, mendoj. Për me i hek dilemat e publikut, a ki botox? Jo, botox nuk kam. Ne tash, se po bëj pak marketing tash, në klinikën tonë, i kena sustat e kolagjenit, ato po i kam sustat kolagjenit. Por a je pro apo kondra botoxit? Operacioneve plastike, çfarë do qoftë? Jo, absolutisht, unë në trup nuk kam bo kur gjo, po mos të harroj se kom bo dhe hundën, se kështë të harru tani, po nuk është botox, edhe
nuk jam kundër askujt. Unë edhe personalisht për veten time, për shembull, kam menduar disa herë me po gjoksin, po prap jam dalë. Kështu që nuk është që as e paragjykoj askënd, edhe po më pëlqeu diçka ose ma vron mendin diçka, nuk është që nuk e bëjmë. E bëj edhe se kam problem. Ke shumë ndjekës në rrjetet sociale, a i përcjell komentet? Në përgjithësi jo. Por a ke... Normal që nuk është që si shë, nuk më i me thonë që jam krejt inferiore ndaj komente, për shembull se dikush ma dërgon diçka, ose tash për shembull më të shumti edhe ndonjëherë kur i shikoj komentet ma qasharake, ma interesant, sepse me thonë komplimente kështu më ka bo njek, kështu që më duket dikush kush po jep ndaj koment diçka aty këtu, edhe ndodh në shoqëni për shembull me ma dërgu dikush diçka dhe mi dërgojnë, po, nuk është që jam krejt inferiore, por që i marrë shumë me sportivitet, shu që e kom kalu atë fazën, kom pas momente kur jëm di keq nga paragjykimet e kom thonë, po largona për i kësaj fushë krejt, sepse nuk po mëj me përballu, por që me kalimin e kohës mo kam bërë shumë normal, edhe më doket sikur po lexoj për i njerit huje, kush është kjo. Por tek mesazhet private, a ka prej atyre që vetëm të komplimentojnë, apo edhe mesazhet që shkojnë deri në ekstreme? Absolutisht ka deri në ekstreme, du me ta tregu një rast që më ka ndodhur para ca ditësh që më ka bo jashtëzakonisht përshtypje. Shkru dikush në Instagram edhe më thot ngushëllime për vllaun që të ka vdek. Edhe tash pas ka ndodhur diçka në familje, se familja ime jeton pej. Gjysa e natës, edhe unë i përgjigjem, i them pse ama një vllaun. Përgjigja tjetër ka qenë, thotë, ju nuk ta një vllaun, sot për qysh me boj foto me ty, më falë, po nuk e ky qëllimi, do me thonë, imagjinata deri ku ka qenë, do me thonë, 10 minuta jam kom pa pik shpirti, dhe tu i telefonu të shpis, tash që ka pas ka ndodhë me vëllezërit e mi, kur e kuptoj edhe ndrën qasja pastaj, edhe vazhdimisht shkruan me boj foto, jam fans ose kështot, do me thonë, kom rinde imagjinata ka dhe raste tilla, kështu që. Ka ofendime nga më të ndryshme, për shembull, kam mesazha privat që në fillimisht më jep komplimentet më të mira, edhe ka kthehet pastaj kur si përgjigjesh ose si merresh, atëherë kthehet nga ofendimet më të këqija. Kështu që kjo më ka ndodhur edhe me fytyrat publike. Por atë ka ndodhur që dikush të shkruaj dhe të ofroj diçka më shumë për shkak të pamjes tënde të keqëse? Vazhdimsi shkrujnë komente, mesazhe nga më të ndryshmet. Por që po të mu kam bo një dhe thjesht qishë me këta njerës. E thëmë ku e nisë. Cila është fuqia jote më madhe që e përdor për ta tërhequr vëmendjen tek të tjerat? Mendoj vetë prezenca, nuk kam nevojë me folë shumë. Kështu që këto mendoj që e kam një aur të tillë, që është dhuratë prej Zotit, edhe unë si natyrë, ata që më njohin edhe krejt që e din edhe në media, unë asnjëherë as nuk jepi zër, as nuk tentoj me dale, mu përfole, me bo skandale, asnjëherë në jetën time nuk jam kjo. Gjithmonë i kam lënë gjërat me mbledh natyrshëm, do të thonë gjithmonë në jetën time, për shembull, as jeta private se kam përfol kurrë, sepse nuk jam person i dramave, nuk e du patjetër vëmendje, nuk është që më tërheq ajo gjë. Ajo çka duhen është me bë atë punë që unë e du, atë punë që ndihem mirë, edhe me qenë prezente në media, po në një formë ose një formë tjetër. Për shembull, kam qenë prezantuese, në aktrim, do me thonë, çka do që ka të bëj rreth televizionit, do me thonë, unë këtë fushë e bëj. Për sa para do të pozoj nudo? Rreth një çmim, nudo, me pozu, por nëse kisha lujt nudo, do të kishen vetëm një film në Hollywood. Këtu në Kosovë, jo? Jo, as në Turqi, jo. Po më erdhin në Hollywood, aty besoj që e kisha po edhe se kam problem, sepse është pjesë e aktrimit, por që nuk mendoj që ja kish vlejt këto me dhonë gjithçka prej vetës, sepse unë nuk jem natyrë që kam dhonë gjithçka prej vetës, por që t'jetë një film në Hollywood, aty po. Prej fytyrave publike kosovare, kë e ke mik dhe mikesh pak më të mirë? Në përgjithësi kam gjithë. Unë me gjithë kam raporte të mira, nuk është që kam raporte asnjëherë
këqia me dikon. Normalisht kur dikush nuk do me të folë, unë nuk lutna fort, edhe s'mira me atë punë. Por me dikë që rren pak më shpesh. E kam bleru në Zeqirin, Granit Miftarin, janë me shumë të mi të afërt. Në përgjithësi të gjithë, s'pëm kujtojnë që ta shkrejt, po në përgjithësi unë me të gjithë kam raportet mira, por që ma ftyra publike i kam blerunën edhe Granit. Kryesisht çfarë zhanri të muzikës dëgjon? Të gjitha. Kretin dëgjoj, hiç s'kam kështu, përveç tekno nuk ma dëran krycë, nuk e dëgjoj, kështu që të gjitha shqiptaret, huja, tallava, krejt. Çka mendon kur je para pasqyrës? Qa mendoj, të pasqyrë, kështu që ma e bukra në botë. Edhe gjithmonë vetës, kur gjona, e shkoj vetë pasqyre, i jepi fjalë të mira, i thëmë ti e shumë e mirë, ti e ma e mirë, edhe e nisi ditën me energji pozitive për vetë. Kështu që tu i dhëm vetës energji pozitive, atër reflektoj edhe në rreth. Sa shpenzon për afërsisht një ditë artnora? Varet, për shembull, ka ditë që ndoshta nuk i shpenzoj as 10 euro, ka ditë që i shpenzoj 1.000, 10.000, varet, krejt çka kam nevojë për momente, për shembull. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Hajde që është harru, s'ki që le të shkon ku donë. A ke edhe në stage dhe ndonjëherë? Jo. Nuk di, nuk është që nuk di mu falë, por që nuk e kom di e këtë rrugë. Nuk është që lutjet si bëj, lutjet gjithmonë i bëj, do vdi, po në stage dhe mu falë me kalu në një fazë tjetër jo deri më sot, sepse mendoj që stili i jetës time nuk më përkan me u falë, por do vdi, po thuj se në gjitha mrami para se me flajt, edhe me në gjesë kur të zgjohem i thamë. Nëse do të përshkruaj veten me 3 fjalë, cila do të ishin ato? Energjike, ambicioze dhe sfiduse. Meshkujt ndoshta të afrohen pak si shumë, por çfarë do të ketë një burr që ta bëj për vete artnoren? Me thonë drejtë, nuk është që më afrohen edhe shumë, kështu se kogja kanë frikë. Kogja mashku do të me korajt që vjen edhe më drejtohet mu, kështu që nuk e di, ndoshta une në përgjithësi e shoh që meshkujt ndoshta gjithçysh gjejnë forma të ndryshme për marrë deri në shoqëni ose në rrjetin tim, po te unë direkt ka shumë raste të ralla që mundet me pas një qasje kështu live personale, kështu që goxha kanë frikë nga unë, nuk e di se. Edhe çka duhet me pas, unë nuk jam tip që them duhet me pas sa ato. Është sjellja edhe është energjia, dikush tërhek edhe është e kotë. Këto ti nuk e parashikon, është gjë që veç të ndodhë, dhe dashnia veç të ndodhë. Për mua është që kjo është dashnia, nuk është dashnia sepse njeri mundet më si pas edhe ato tiparet cilat unë i kërkoj, po ka diçka që më tërhek. Nuk besoj në princin e andrave, për para kam besu, po tash jo. Apo na e zbulon a është në një lidhje artnora? Jo, nuk jam lidhje, unë jam single, dhe po prezbre, si ndjenjat. Por çka të ndezë më shumë tek një moshkull? Shormi, parat, apo mënyra se si të trajton? Komunikimi, mënyra se si sillet. Do me thonë, unë në radhë pare kam komunikimin, kështu që pas zditi me komuniku, le të ketë çka do tjetë, hiç s'm bë përshtypje. Në këtë pyetje po besoj që nuk më përgjigjesh, por pra po të pyes, a ke pasur ndonjëherë ndonjë flirt apo një lidhje me dikën nga bota e showbizit, e që nuk është bërë asnjëherë publike? Jo, asnjëherë s'kam pas me showbizin, as me njerëz të famshëm, artista të famshëm, gjithmonë lidhjet e mia kanë qenë jashtë botës showbizit. Me qef nuk do ta preferoje që ta kesh fytyrë publike? Jo, se kam problem fare. Unë thash dashnia ndodhe, unë nuk e di. Nuk është që e kam pas me tendencë, për shembull, se unë kam prezantu edhe emisione sportive, po s'm ka ndodhur as me një futbollist, për shembull, nuk është që s'm kanë shkruar shumë, por që s'm ka tërheq dikush. Ndoshta unë e kam një shije që i shoh meshkuj ndryshe, shoh jetën pak më ndryshe dhe shoh që një person duhet me ditë se si mu sjell, se si më trajtu, se për ndryshe nuk i vazhdoj as dy fjalë. Kështu që për këtë arsye jo, nuk kam si barjera,
nuk i dihet, mundet me ndodhë, po deri tash jo. Por në kohën e të cilin po jetojmë, si ishe në syrin tënd meshkujt kosovar edhe si po i trajtojnë femrat ata? Në Kosovë mendoj që janë shumë të mirë meshkujt kosovarë dhe janë shumë sellë, shumë përgjithësi, unë nuk me thonë edhe i trajtojnë femrat shumë mirë dhe kujdesen shumë mirë. Mos harro që kogja një jetë mirë, kogja luks në Kosovë jetohet për kujdesit meshkujve, kështu që nuk duhemi me pranu këtë fakti, e shohim për shembull sa punojnë femrat shqiptare, sa angazhohen. Në përgjithësi, barren edhe përgjithësi gjithmonë në 90% rasteve kanë meshkujt. Kështu që pse për mua janë shumë të mirë. Në përgjithësi, unë s'po them që s'ka individ që nuk janë të mirë. Nuk po i përfshi gjithë, por në përgjithësi meshkujt kosovar, nga çka kum pa unë, edhe në përgjithësi çka shoh, janë shumë të kujdesshëm ndaj femrës, ndaj familjes, edhe ndaj nanave, motrave, e shohin kujdesin të cilin e japin, kështu që gjithçka japin nga vetja për me i realizu femrat të cilat i kanë jetë, kështu që unë mendoj që femrat në Kosovë, ne si të Kosovës jemi shumë me fat. Po kalojmë për te personales pak në rrofshin e përgjithshëm. Pyetja e parë është se si e sheh situatën politike në Kosovë. A mendon se vendi po ecën në një drejtim të duhur? Ndoshta vitet fundit nuk kam qenë shumë në Kosovë dhe nuk është që jam shumë rrjedha, nuk është që po them që s'm den rrjetet sociale na i di çka. Unë politikën i shoh gjithë të njëjtë, nuk i dalloj, kam shoqëri në të gjitha partitë. Nuk identifikona mes një parti, kum pas rast me taku Vjosa Osmanin, që më kalon në përshtypje jashtëzakonisht të mirë, kur ka qenë në Turqi, në ambasadën e Turqisë. Më kanë ftu edhe më kalon një përshtypje shumë të mirë, njoh edhe politikanët të ndryshme të tjera, Atifete Jagan, ish presidente, për shembull, edhe me ato kam pas një raport shumë të mirë në fondacionin e saj, edhe politika shkon e vjen, kështu që unë nuk e di pse ne si popull i referohemi gjithçka politikës edhe ja fakturojmë gjithçka politikës. Ndryshimi do të marrë prej meje, prej teje, prej atij. Unë nuk e di pse do të marrë shteti mua më thonë, hajde ti çike mirë ti bën çto, jo, ti dush migra vet. Nuk më shkon forcat tua, pastaj normalisht ki me has për kraj, ki me gjetë një ashtu që pa hesti vet, pa angazhu vet. Unë mendoj që edhe për këtë ata që dojnë e punu sot ka punë, gjinden, nështë jo ku vedi çfarë standardi, po mund është e bo një jetë mirë. Po e zëm hipotetikisht që do të kandidoje për deputete në një X parti, a mendon që do t'i fitoje votat e mjaftueshme? Kom pas oferta prej partive politike dhe me qenë pjesë e kandidaturës për deputete, qoftë edhe për qenë zëdhënëse, por nuk e kam pa vetën deri tani në politik. Besoj me kontributin që kam tonë shoqëni, në rrethin edhe njerëzit ku jetoj, jam shumë e bindur, sepse femrave nuk ju duhen votat sa të meshkujve. Kështu që besoj që po. Nuk do të thotë që një ditë nuk e shoh veten. Por ka kritika, sidomos këto zgjedhjet e fundit që shumë artista dhe këngëtarë janë bashkuar politikës. A je edhe ti pro apo kundër? Unë jam shumë pro, çdo kush që e merr votën, edhe ne si qytetar, ja japim votën e orientojmë drejt parlamentit, unë e mendoj që është shumë legjitime edhe ai me qenë edhe çka ka të keqe pse e ftyrë publike, pse ti ke kontribu në një fushë caktuar mos me qenë edhe në parlament, sepse shoqëria jonë do të më përbën nga të gjitha kategoritë. Kështu që pse jo sa më shumë me pas edhe njerëz të industrisë muzikës, të filmit, me shty shumë projekte për shembull, pse jo, çka ka ngecë është shumë mirë edhe për artista me pas një përfaqësuese në konvent, kështu që mund vjen shumë mirë edhe nësë është fjala për Donald Alloshin, unë i gëzona shumë suksesit, edhe si artiste ka qenë gjithmonë e suksesshme dhe i ka marrë votat, kështu që uroj e përgëzoj kush do që i merr votat për mua, e ka të drejtën me qenë edhe jam shumë pro. Viteve të fundit kemi parë gjithandej shumë vrasje të grave dhe dhunime nga burrat ose ish-burrat. A mendon se institucionet tona dhe shoqëria po bën mjaftueshëm për t'i luftuar këto fenomene? Mendoj që këto janë në baza individuale. A është e mirë? Absolutisht
është keq për shoqërinë tonë, sidomos ne në Kosovë nuk jemi njoft si në shoqëri e tillë, jemi njoft shumë njerëz dashur, familjar, edhe gjithmonë jemi mësuar që mashkulli me qenë ai shtylla e shtëpisë edhe me qenë mbrojtje e jo me vra gruan apo partnerën cilën e ka në jetë. Ndjej shumë keqardhje për krejt femrat që edhe familjarët e tyre që i kanë humbë me të dashurit e tyre. Çka domi me bo, unë mendoj që çka do që të bëjsh në raste individuale nuk ki çka bën. Mendoj që prap shoqëria edhe shteti ka hecë përpara në këtë fushë, ti sot me pas një nevojë diçka unë mendoj që i ki edhe mbrapa institucionet, por që janë gjëra që ndodhin, nuk muj me gjuku shoqërinë ose me fajsu shtetin në tërësi për gjëra individuale, kështu që shqytojnë dakikut lik nuk i dijet edhe jo veç këto ku do ndodhin gjanat e tilla. Arnora, për fund një mesazh të fuqishëm për të gjitha vajzat dhe gratë kosovare që të jenë më të pavarura dhe më të suksesshme. Unë e krejt femrave në këtë rast, mos keni frikë me qenë vetvetja, mos keni frikë me marrë riske, mos keni frikë me marrë një drejtim tjetës tënde për mirëqenien tënde. Nuk është patjetër shkollimi, është edhe zanate, ti mundesh me bo diçka që ty të sjell një pavarësi ekonomike. Në momentin ti që je në pavarësi ekonomike, ti je lumtur me veten. Atëherë kur je lumtur me veten, ti reflekton jep lumturi edhe në familje, edhe në rreth, edhe në rrethin bashkëshortor. Kështu që duke qenë të pavarura, sepse ne e dim që shtylla e shtëpisë është femra, për kujdesin, për dijet, venin e nanës nuk e nxan kërkush, kështu që mos keni frikë me qenë të pavarura, luftoni për ëndrat e juve, mos keni frikë nga paragjykimet, mos kanë frikë nga asgjë, thjesht jetojeni jetën ashtu siç e ndjeni edhe me këtë çka duhet me punu, angazhim. Edhe askush jetën nuk e ka për një ditë. Gjithkujt i vjen një jetë të tërë. Asu nuk jam këtu sot që ka marrë për një ditë, kështu që e kam një jetë të tërë angazhime, sfida, dëshpërime, zhgënjime, por këtë që kam besu në veten në ëndrën time dhe nuk jam nala asnjëherë. Kështu që veç besoni në ëndrat e juve dhe për mua personalisht sot nuk ka asgjë të paarritshme. Veç atë ti. Nëse ti do me punu për gjithë tritë e trejat, mos u ndalë, mos u theni, mos t'ia u thënë ëndrat askush. Arnora, falenderoj përzemërsisht për këtë intervistë. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua, edhe krejt përshëndetje shikuesit të Unimes edhe ty